Cila ishte buzëqeshja e fundit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Erdhi pejgamberi Allahut në një gjendje që i dhujtarët Mekke ishin në humner të thellë, në devijim të madh. E filloi thirrjen, mirë, po ata që e besuan ishin shumë pak. Kaluan sprova të mëdha në Mekke, pastaj kaluan në Medinë. Ndodhi lufta e Bedrit, ishte ajo pjesa, ajo ajka e sahabeve që do të përballen me i dhujtarët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut shumë që ja Rab, nëse edhe këto zhduken, përfundojnë, kush pastaj do ta përcjell mesazhin. Lufta e Uhudit, sakrificat e mëdha, erdhi Hendeku, u rrethu Medinja nga gjitha anët. Ishte frika që ndoshta do të përfundojnë të gjithë nga armiku të cilët i kishin rrethuar, derisa por një periudhë të shkurt erdhi momenti që pejgamberit sallallahu alajhi wasallam t'i afrohet fundi i jetës tij. Në fund të jetës tij, këto janë momentet e fundit, ditët e fundit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi e përcolli mesazhin, e çoi në vend emanetin, e çeli perden. Dhoma e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, perdja xhamia. E hapi perden. Faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i smur në momentet e fundit. Mirë, po kur i pa sahabet në atë gjendje, Ebu Bekrin, Omerin, sahabet në saf, të cilët janë duke realizuar një ibadet të madh, të cilët janë ato burra që do ta përcjellin mesazhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe pas vdekjes tij, i shkëlqeu fytyra, i buzëqeshi fytyra. Ja dorëzoi shpirtin Allahut azza wa jall, mirë, po me realizimin e emanetit të madh, me përcjelljen e mesazhit të Allahut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdiq, elhamdulillah, Islami vazhdoi, sot janë me miliarda musliman. Nga të rëndë e botës.